Qyteti i Vlorës ka patur mungesë të ujit të pishëm gjatë kësaj të hëne. Shkak është bërë një anomali në rrjetin e furnizimit të stacioneve të pompimit me energji dhe si rrjedhoi edhe një defekt në stacionin kryesor numër 4. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë ka njoftuar qytetarët dhe bizneset se ka pasur ndërprerje në furnizimin me ujë si pasojë e stakimeve të energjisë elektrike në zonat ku ndodhen stacionet e ujësjellësit, si dhe për shkak të një avarie në një nga stacionet kryesore, në një kohë kur sezoni turistik tashmë ka nisur. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë ditës së diel, janë regjistruar stakimet e energjisë që kanë shkaktuar anomali në procesin e transmetimit dhe shpërndarjes së ujit në qytetin e Vlorës. Për më tepër, gjatë mesnatës është ndalur funksionimi i stacionit numër 4, një ndër më të rëndësishmit në rrjetin e furnizimit, për shkak të një defekti teknik. Këto probleme kanë sjellë mungesë furnizimi me ujë gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të hëne në një pjesë të madhe të qytetit. Autoritetet bëjnë me dije se situata do të vazhdojë të shoqërohet me ndërprerje të tjera të pjesshme gjatë ditës për të mundësuar furnizimin e depove me ujë dhe rregullimin e rrjetit. Ujësjellësi i Vlorës thekson se ekipe teknike janë në terren dhe po punojnë me intensitet për të kryer ndërhyrjet e domosdoshme, me qëllim rikthimin sa më shpejt të normalitetit në sistemin e furnizimit me ujë të pishëm. Qytetarët janë të lutur të tregojnë mirëkuptim deri në përfundimin e plotë të punimeve. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë informon qytetarët dhe bizneset se gjatë ditës së dieshme ka patur stakimet e energjisë elektrike në zonat ku gjenden stacionet e ujësjellësit, të cilat kanë krijuar anomali në drejtim të transmetimit dhe shpërndarjes së ujit. Gjithashtu, mesnatën e kaluar është stakuar stacioni kryesor numër 4 i ujësjellësit për shkak të një avarie në sistem, si rrjedhoi qyteti i Vlorës nuk është furnizuar me ujë gjatë orarit të mëngjesit të sotëm. Kjo anomali e krijuar deri në normalizimin e situatës për vendosjen e stacioneve në punë do të shoqërohet gjatë ditës së sotme edhe me stakime të tjera të linjave kryesore apo dekzimeve të tyre për t'i dhënë akses furnizimit të depove. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë po punon me ritme për të përfunduar në një kohë të shkurtër këto ndërhyrje të domosdoshme, thuhet në njoftimin e Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë. Ndërkaq, rreth mesditës stacioni vendos në punë. Në mbrëmje pritet që qyteti të furnizohet me ujë sipas një grafiku të përcaktuar, por për t'i ardhur në ndihmë familjeve Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë ka marrë masa për të vendosur në dispozicion autobotet për furnizimin e tyre.